Një bukuri e rallë në Kroaci. Shqiptari i Kosovës, djaloshi nga Istogu Arber Hoxha dhe spanjolli Sergio Dominguez bëjnë shqiponjën dy krenare teksa festojnë në Zagreb fitoren e Dinamos të tyre. Kjo fotografi është publikuar në mediumin kroat Index. Hoxha dhe Dominguez bëjnë me duar shqiponjën shqiptare pas golit, është titulli i mediumit kroat. Dinamos Akaqe mposhti Varazdinin me rezultat 3-1 në ndeshjen e javës së 14 të kampionatit të Kroacisë. Arber Hoxha është gola shënuesi 2 fish për vendasit dhe një gol u shënua nga Sergio Dominguez, i cili më parë ka luajtur me Akademin e Barcelonës. Luka Škaričić shënoi sa kaq golin ngushëllues për mysafirët. Dinamo e Zagrebit ju afrua ndërkohë Hajdukut kryesues me këtë fitore. Festimi i golit të dytë nga Arber Hoxha ka qenë tepër interesant. Ai u shoqërua edhe nga spanjolli, miku i tij i ngushtë të ekipit Dinamos, Sergio Dominguez, i cili po ashtu bëri simbolin e shqiponjës shqiptare me duart e tij. Këtu Hoxha i mësoi Dominguezit si të bëni një shqiponjë, tha komentatori i ndeshjes, siç shkruan mes të tjerash media kroate. E ky festim i Arber Hoxhës me një spanjoll duket se do t'i çmend serbët, aq më tepër që u shoqërua me festë të çmendur nga shoku i tij i skuadrës. Anësori i kombëtares së Shqipërisë Arber Hoxha ka tërhequr interesin e klubeve angleze. Sipas raportimeve nga Sportsboom, Hoxha po kërkohet nga Sheffield United dhe Hull City, me dy klubet që po duelojnë kokë më kokë për shërbimet e 27 vjeçarit nga Istogu. Sheffield dhe Hull janë të përgatitur të transferojnë Hoxhën gjatë tregut të transferimeve të janarit. Hoxha ka bërë përshtypje me performancat e tij si për klubin ashtu dhe për kombëtaren shqiptare, duke bërë atë një opsion të përballueshëm dhe interesant për të dy ekipet angleze. Megjithatë, fuqia më e madhe financiare e United mund t'u jap atyre një avantazh në nënshkrimin e lojtarit. Ansori, i cili bëri përshtypje për Shqipërinë kundër Anglisë në kualifikueset e Kupës së Botës, është në listën e të kërkuarve të Hull City pas emërimit të trajnerit Sergej Jakirović gjatë verës. Jakirović ka punuar me Hoxhën te Dinamo e Zagrebit. Në ndrejtimin e tij Arberi ka luajtur 31 ndeshje, nga ku realizoi 4 gola dhe 3 asistime. Jakirović u përpoq më parë të nënshkruante me Hoxhën ndërsa ishte në krye të Kayserisporit dhe tani po përpiqet të shfrytëzojë profilin e tij duke orkestruar një kalim në ligën e dytë angleze. Edhe pse Dinamo e Zagrebit nuk po kërkon aktivisht të fitojë para nga Hoxha, pasi vetëm së fundmi ja ka zgjatur kontratën deri në vitin 2029. Paga e tij e vlerësuar prej 500.000 eurosh në vit e bën atë një opsion interesant dhe të përballueshëm për United dhe City.